Arsimi profesional në Vlorë po zgjeron bashkëpunimet përmes marrëveshjeve me një nga kompanitë më të mëdha në prodhimin e të gjithë gamës së mjeteve detare. Duke e cilësuar arsimin profesional si të ardhmen, drejtori i Shkollës Industriale në Vlorë, Gentuan Boçi thekson se krahas profesioneve që kërkon tregu i punës, kryesisht sektori i turizmit, tashmë nxënësit do të kenë mundësi të bëhen pjesë edhe e kësaj kompanie që pritet të vendoset në Pashaliman. Sipas tij, ky investim do të jetë shumë i rëndësishëm për të rinjtë e të ardhmen e tyre profesionale. Kemi filluar bisedimet, jemi duke folur me firmën shtetërore të armatimit, me firmën Kajo, e cila ka qenë 2 herë prezente në shkollën tonë, për të vendosur piketat për bashkëpunimin me këtë kompani, po edhe me kompaninë italiane, e cila do ndërtoj anje, që është Fincantieri. Dua të theksoj këtu që Fincantieri është një kompani që prodhon të gjitha gamën e mjeteve detare, të gjitha, kur them të gjitha fillon që nga jatet, tragetet, anijet e madra, anijet luftarake, luftanijet, ndecet, i ka të gjitha në gamën e prodhimit të saj. Një kompani me 18 ndërmarrje në të gjithë botën, me rreth 24.000 punonjës, të cilëve shumë shpejt do të shtohet edhe nxënësit e shkollës industriale, dhe askush më shumë se sa nxënësit e shkollës industriale, për shkak të profesioneve që ofron shkolla, nuk përputhet më mirë me prodhimin e këtij kantieri, pasi të 5 degët e shkollës tonë do jenë pjesë e këtij kantieri dhe jemi duke diskutuar, edhe dje patëm një takim, jemi duke diskutuar për mënyrat e bashkëpunimit. Bashkëpunimi do jetë i gjithanshëm, do ketë punësime të menjëhershme me hapjen e kantierit, që do jenë ish nxënësit e shkollës industriale, pasi për shkak të proceseve të prodhimit dhe të rezultatit të prodhimit, të çdo gjë duhet të jetë e certifikuar dhe të gjithë ata që duhet punojnë duhet të jenë të licencuar dhe të certifikuar. Do ketë pastaj praktika profesionale gjithvjetore të klasave të caktuar apo të nxënësve të caktuar me firmën në Pashaliman, dhe kjo në bazë të një kontrate me Fincantierin. Do ketë pastaj ndërhyrje në kurrikula dhe zhvillim kurrikulash nga Agjencia Kombëtare e Arsimit Profesional dhe Shkolla, që t'i përshtati me teknologjinë e re të këtij kantieri. Do ketë pastaj dhe mbështetje nga Fincantieri për zhvillimin e praktikave në shkollë, por edhe deri te bijagëzimit në shkolla si motra italiane, me të cilat Fincantieri bashkëpunon në Itali. Të gjitha këto janë duke u studiuar, sot pikërisht kemi dërguar një fizionomi të plot se çfarë ndodh në shkollën industriale, duke filluar që nga kurrikula, degët, profilet, mundësitë, certifikimet dhe të gjitha me radhë. Dhe shumë shpejt pritet që ndoshta brenda një muaji të kemi një takim me kryeministrin, ku do jetë i pranishëm dhe kryeministri për firmosin e kontratave të bashkëpunimit, kontratë që fillon me hapjen e kantierit, që besoj do hapet nga fundi i këtij viti. Puna në kantier do fillojë nga puna e këtij viti. Pasi kuptohet duhet një kohë e përcaktuar për të modifikuar ambientet aktuale dhe për të cilë makineritë moderne me të cilat do punohet. Arsimi profesional mbetet padyshim një nga shtyllat kryesore të tregut të punës. Kjo edhe në bazë të kërkesave gjithnjë në rritje. Por tashmë mundësitë nuk kufizohen vetëm në sektore të veçantë si turizmi apo shërbimet, por shtrihen edhe në fushën e prodhimit të mjeteve detare.